sot jemi zgjuar plot emocion. Pas shumë ditësh aventura, erdhi koha të kurorëzojmë kampin tonë. Kemi një shfaqje shumë të bukur që e kemi vetëm për prindrit, të cilët do të vinë dhe mezi po presin të takojnë familjet e tyre, ashtu si kampistat mezi po presin të takojnë prindrit. E që mund të themi gjë tjetër, veçse le të festojmë së bashku. Dy sakta. Një sakt. Bravo! Bravo! Bravo. Ju keni një kupon që mund të shpenzoni në Jumbo. Ne kemi të komimin që nuk nda konsta konsen. Dorinë në të sonde! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, mirë se erdhën! Në këto momente mund të takoni familjarët tuaj! Në fundja erdhi, është kohë të gëzojmë. Shpëtigo jemi bashkë, sot dhe për gjithmonë, e ja libra të besojmë. Jemi gjithë bashkë për një, vera e të të popillon. Unë ishte erdhëm në planetin e Xixos. Toka e premtuar e guximtarëve ëndrrimtar, Drimorja magjike. Në qendër të Drimorjas është kështjella e ëndrave. Kjo kështjellë është përthimi i ngjyrave dhe formave fantastike. Ka të shuri, ka jetë. Të gjithë kemi nevojë për një përqafim. Dhe pas kohëve të vështira, Drimorja vazhdoi të ndriçojë nga ëndrat e fëmijëve. Vitin e kaluar ne bëm një nismë. Bëm një nismë ku piktura dhe gjithçka të bukur që kanë bërë fëmijët në kamp, ne bëm një kamp modest dhe themi, në kuptimin që gjithë prindrit mund të kontribuonin për një kauz të mirë. Nga fëmijët për fëmijët. Simbolizon qetësinë që ne dhe lumturinë që ne na ka sillur ky kamp. Kjo është piktura e dinamikëve. Tash kush do ta blej? Përpoqem shumë që ta bënim sa më realistike. Sa më realistike? Po. Çfarë do të thosh e prindërve tani në këto momente? Jemi munduar shumë, kështu që i lutem na e vlerësoni. Jemi menduar shumë. Lutem bleni. Ushit!
një perëndim dielli dhe natën. E kemi shprehur me ngjyra të bukura dhe falenderoj gjithë grupin tim që kanë ndihmuar për këtë pikturë. Shumë faleminderit nëse e bleni dhe ju duam gjitha. Figurë dhe me grupit time e kemi vizatuar. Unë këtu kam paraqitur e disa male të rënditur në kohën e natës. Ju falenderoj pa mas, ishte hera e parë për vajzën time dhe vitin tjetër do i sjell të dy. Dinamikët! Dhe gjithë stafi kishe shumë dëshirë që unë t'i thoja 2 fjalë sot, edhe si përmbyllje e 5 vjetorit të kampit ton, por unë gjithmonë them që puna jonë flet nëpërmjet fëmijëve. Edhe nuk para kam dëshirë që ta flasit ta bërtas punën që ne bëjmë, sepse nuk është punë. Është më shumë se kaq. Bravo Klia! Bravo! Unë dua nga thellësia e zemrës, ashtu si kundër ju takova pothuajse të gjithëve para se të fillonte shfaqja. T'ju falenderoj me shpirt për gjithë besimin që na keni dhënë, që keni besuar tek ne, dritën e syve tuaj, dhe jemi munduar, kemi dhënë shpirtin që të kujdesemi për ta njësoj se kur t'ishit ju këtu. Dua një duartrokitje shumë të madhe për 30 veta staf që janë kujdesur për fëmijët 24 orë në 24, të lodhur jo të lodhur, me temperaturë pa temperaturë, ato kanë qenë aty në gatishmëri për ta. Mirënjohje, faleminderit shumë. Ky ka qenë kampi më i jashtëzakonshëm që ne kemi bërë ndonjëherë. Dhe gjitha kjo fal fëmijëve tuaj të jashtëzakonshëm. Do më mungoni pa fund. Grupi fitues i Klea Huta Summer Camp 2024 janë kampionë! Suksese! Ishte hera parë në fakt që vija e shvjes dhe vitin e kaluar nuk kam patur dot mundësi ta shoh, po vërtet u emocionova shumë. Një eksperiencë e tillë të bën të kuptosh që prania e motrave dhe vëllezërve vërtet është shumë e rëndësishme në jetën tënde. Sado unë e Kristini kemi rreth 10 vite diferencë, pra domethënë e ndjej shumë atë mungesën në përditshmëri. Nuk është viti i parë, është viti i dytë. Jam shumë i kënaqur. Dhe vitin tjetër besoj se do t'i bashkangjitet edhe djali. Më mirë me motrën në shtëpi apo pa motrën në shtëpi? Me motrën. Me motrën, a? Ti kishe dhe Arminën dhe Arminën dhe Arselit të dy. Si ishte shtëpia pa ata? Ishte boshëtisë fare, po ishte një eksperiencë edhe për ata. Besoj se ata do të jenë kënaqur. Normalisht stafi ka qenë shumë në dispozicion të tyre, kështu që i përgëzojmë shumë. Ka bërë shoqe vajza? Ka bërë shoqe. Edhe Ledri që ka shkujt, kishte thënë që kam njohur shumë shoqëri aty në kam dhe po kënaqem shumë do ta përsëris prapë këtë. Dhe të vitin tjetër do vijë prapë. Të kishte marrë malle. Jashtëmase. Jam shumë e kënaqur sepse kënaqet nipi. Sot që po e marr, po mendon që do vi vitin tjetër. Shumë faleminderit që ma keni mbajt kaq mirë, që ma keni mbajt safe dhe që ma keni bërë shumë të lumtur. Ata ka marrë shumë halli për ju tha, po tha ju harroj gjatë ditës ta se kam shumë gjona me bë. A e ndjeve mungesën e Aleksandrit? Po, e ndjeva shumë. Ndihet në shtëpi që mungon. Natën e mirë kampista. Shihemi vitin tjetër.